Cili është keqkuptimi më i madh që ka populli mbi obezitetin dhe shëndetin publik? Në fakt, obeziteti është një çështje shumë e rëndësishme e shëndetit publik, që zakonisht konsiderohet vetëm në sferën e shëndetit fizik, por nuk është vetëm kaq. Në fakt, ai do të prek disa aspekte të rëndësishme të shëndetit të individit. Ne, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shëndetin e kemi përkufizuar si një gjendje mirëqenies qoftë fizike, qoftë mendore, qoftë emocionale. Dhe shpeshherë obeziteti në fakt është i lidhur dhe me aspektet emocionale. Nuk flas këtu vetëm për pasojat në këtë shëndet, pra në këtë aspekt të shëndetit, që do thotë shpeshherë gjendja e obezitetit mund të krijojë edhe le të themi pa kënaqësi në aspektin emocional të disa personave, por nga ana tjetër mund të jetë edhe vetë shëndeti emocional shkaku i shfaqjes së obezitetit. Për arsye se shumë persona mund të kenë edhe një problem të ushqyerjes apo mbi ushqyerjes që lidhet pikërisht me gjendjen emocionale. Prandaj është një nga çështjet e rëndësishme të trajtimit të obezitetit ka të bëjë me faktin që shpeshherë nuk duhet të shikohet thjesht si një mënyrë e trajtimit përmes le të themi mjekësisë tradicionale që përfshin trajtimin fizik të çështjes, pra të dietave të personalizuara, por shpeshherë është e domosdoshme që të përfshihet edhe pjesa e terapisë me psikolog, pse jo, të cilat do të mundsojnë edhe aftësimin e personave për trajtimin e duhur të këtyre problemeve. Pra jo vetëm të obezitetit në fakt, por duhet thënë për çfarë do lloj problemi të kequshqyerjes, qoftë të biushqyerjes, qoftë të nënushqyerjes, apo edhe të malnutricioneve që lidhen me makro apo mikronutrientë të ndryshëm, pra që do të ndikojnë më pas në shëndetin e individit dhe pse jo pastaj të mendohen dhe politika më gjerë të cilat do ndikojnë në shëndetin e të gjithë popullatës.